Po besoj që po, edhe tash shumica e njerëzve, emancipimi, edukimi, kanë fillu domethënë pak punësimet e ndryshme që ndodhin edhe secili prej njerëzve shef më shumë për me pas një tarmë sa më të mirë, sa më të sigurt për familjen dhe pa pas një stabilitet edhe ekonomik edhe financiar nuk vendos me kriju familje. Tek vendin tonë kisha me thonë për si pjesë preventive ose për si pjesë edukative, është diku nëse s'gaboj në vitin 2000 ose në 2001 një rregullor në Ministrinë e Arsimit, që ka qenë duket për herë të parë si ligj i parë që është miratu, që shumica e kantinave që hapen nëpër shkollat fillore, atë nuk guxojnë me pas ushqime të rafinuara ose karbohidrate ose sheqerna të ndryshëm, sepse ato ndikojnë në mbi peshën e fëmijëve. Gjithmonë preferohet që me pas sa më shumë proteina dhe jo ushqime domethënë sheqera të rafinuara. Si mas domethënë preventime është fillojnë atëherë, domethënë duke filluar nga fëmijët tanë që të kenë një edukim domethënë minimal të paktën se çfarë duhet të hanë ose çfarë duhet mos të hanë. Sepse është shumë e thjeshtë për shembull nëse që fëmijë ti e edukon i tregon se kush ushqim mund i bëj problem të ardhmen dhe kush jo. Sepse nëse është një pacient në moshën 40-45 vjeç obezitet, atëherë është shumë e vështirë me ardhur deri te zgjidhja, sepse zakonisht çdo pacient që domethënë ka vite që është me mbi peshë, atëherë si metodë të parë për ta rregullu punën me obezitetin e zgjedh kirurgjinë bariatrike. Dhe atëherë ne nuk është që nuk pajtohemi sepse ajo veç është, domethënë lejohet, po ne mundohemi njëherë që me pas metoda tjera, me qenë edukative, kështu që besoj që përgjegjësia kryesore është e Ministria e Arsimit dhe të shkollat tona, sepse përderisa fëmia është aty nga mëngjesi deri në drekë, atëherë ata duhet me pas një përgjegjësi që me ditë që se si ushqejnë fëmijët tanë.